pyetje Albin Kurtit nga gazetarët. Në sot a mundet me përfundu konstituimin e kuvendit? A keni bë marrëveshje me nismën? A i keni numrat? Po me partitë e tjera minoritare? Kryeministër? Albin Kurti në fakt i ka folur dy fjalë si asnjëherë tjetër gjatë këtyre ditëve të fundit. Dje në njërën prej pyetjeve të shumta të gazetarëve të cilët e kanë ndjekur pas kryeministrin në detyrë dhe deputetin e zgjedhur lidhur me seancën e sotme, thjesht ka thënë që seanca është nesër apo jo, dhe nuk është përgjigjur më tepër se kaq, ndërkaq në ditën e sotme kur tentohet për herë të tretë konstituimi i Kuvendit të Republikës, Kurti sërish nuk u përgjigjet gazetarëve as nëse i kanë numrat, nëse i kanë votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe as nëse ka arritur një marrëveshje të tillë me nismën socialdemokrate, sikurse e përmendëm më herët, po përflitet që mund të jetë një emër potencial edhe Fatmir Limaj. Ndjekim edhe një herë, natyrisht, këtë mos përgjigjen e kryeministrit Kurti dhe pyetjeve të cilave u ka ikur sërish. Mundet me përfundu konstituimin e kuvendit? A keni bë marrëveshje me nismën? A i keni numrat? Po me partitë e tjera minoritare? Kryeministër? Nuk është veç për zhvillimet në kuvend, por edhe për çështje tjera kryeministri në detyrë, do thotë nuk është e jep përgjigje. E kujtoj para disa jave kur këtu kishte ardhur për vizitë përfaqësuesi i ri i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, dhe